Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek arrestimi i Nikola Maduros. Kam të ftuar ditën e sot me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, ju përshëndes, kënaqësi. Jo, faleminderit për ftesën. Zoti Dauti, ashtu si e thash, nisim me arrestimin e Nikola Maduros dhe paralajmërimit të Donald Trump ndaj Delcy Rodriguez, Shtetet e Bashkuara, duket tashmë se po ndërhyn direkt në politikat e Venezuelës dhe po imponojnë ndoshta edhe një tranzicion politik. Ju si e shihni, a është vërtet kjo ndërhyrje një shkelje e hapur e suverenitetit të Venezuelës dhe nga ana tjetër cili është dhe mesazhi që i dërgon qeverive të tjera të Amerikës Latine që mund të sfidojnë ndoshta dhe interesat amerikane? Po, bëhet fjalë për një tentim për ndrim të regjimit në Venezuelë. Është kjo politike vjetër e SBA-s, të cilët ata qeveri që nuk ju pëlqejnë apo që kanë konflikt me interesat amerikane, përpiqen që t'i ndrojnë pushtetet. Tani në mandatin e parë Trumpi u mor me Venezuelën dhe na kujtohet që e delegjitimoi presidentin Maduro, ashtu që i detyroi edhe shumë shtetet e Evropës, përfshi këtu edhe Shqipërinë, të cilët u detyruan që të njohin një president tjetër, mirë po ajo iniciativë atëherë dështoi dhe nuk ndodhi ndrimi pushtetit. Tani në mandatin e dytë, kuptohet që tentativa vazhdoi, ai u përpoq që nëpërmjet bisedimeve, negociatave, që të vidë në ndrim të pushtetit. Neve na kujtohet edhe Grenelli, ishte dhe u takua me Venezuelën si përfaqësuesi Trumpit. Mirë po me të bërë këshilltar për siguri Marco Rubio, i cili është një kubanes dhe ka interesa që edhe Kuba të çlirohet sipas tyre, për shkak se sipas tyre është e okupuar nga komunistët. Ata tani me seriozitet më të madh u përpoqën që ta ndrojnë regjimin në Venezuelë dhe nuk ka dyshim që ishte një sukses i mahnitshëm, do të kisha thënë, i amerikanëve në kapjen dhe kidnapimin apo rrëmbimin e presidentit Maduro. Dhe për mendimin tim, edhe pse ne shiqojmë disa fotografi se fjala bombardohet Karakasi, që në fakt edhe është bombarduar, po nuk besoj që ajo ishte një aksion ushtarak për kapjen e Maduros. Mendoj që më shumë ishte për show, një mbulesë e kidnapimit të presidentit Maduro. Besoj që presidenti Maduro është tradhtuar nga njerëzit e tij, është kapur nga njerëzit e tij dhe i është dorëzuar amerikanëve, pa lënduar bashkë me gruan e tij, të cilët pasi që kanë arritur në Amerikë, atëherë zbohet ai show me bombardimin nga helikopterët amerikanë, për shkak se nuk është e mundur që të hyjet në kryeqytetin e një shteti, e cili ka mbrojtje ajrore, dhe askush mos i gjuaj ato helikopter, kur helikopterët është shumë lehtë për të rrëzuar. Venezuela ka mbrojtje ajrore nga Rusia, të cilat janë të aftë të zbrojnë edhe aeroplanet F-16, e ku mbeti më helikopterët, të cilat në një lartësi të ulët kalonin nëpër Caracas, të paktën 10 helikopter dukeshin nga fotografitë çka i pa. Pra bëhet fjalë për një tradhti, një shitje të presidentit Maduro nga njerëzit e tij. Mirë po duhet kemi parasysh që nuk përfundoi me kapjen e presidentit Maduro, ende nuk i ka arritur qëllimet e veta SBA-ja në Venezuelë, dhe do të shiqojmë në ditët e ardhshme se çfarë ndryshime do të ndodhi. Mirë po kjo është fillimi kësaj lufte dhe tentative, nuk është si disa analistë që e shpjegojnë se me këtë edhe përfundoi aksioni në Venezuelë dhe Venezuela tash do të ndjek politikën amerikane. Unë besoj që jemi larg asaj dhe si përfundimisht SBA-ja do të dështoj në këtë tentim për vjedhjen e naftës së Venezuelës, ashtu sikur ka dështuar në shumë shtete të tjera. E qartë. Zoti Dauti, nga ana tjetër, Donald Trump ka deklaruar se do ta drejtojë vendin derisa të jetë i mundur një tranzicion i sigurt sipas tij dhe premtoi se kompanitë amerikane të naftës do të përfitojnë nga infrastruktura e Venezuelës. A është vërtet ky veprim një shembull i qartë i politikës po quajmë neokoloniale, ku një superfuqi e përdor pushtetin ekonomik për të kontrolluar burimet dhe politikat e një vendi tjetër? Po, është pikërisht kthim në periudhën koloniale. Mirë po Trumpi nuk është i aftë ta administroj shtetin e tij, e ku mbeti ta administroj Venezuelën me 30 milion banor, shumica e të cilëve janë të varfër dhe kanë
kërkesa të ndryshme, pra është e pamundur që prej Washingtoni të administrohet edhe Venezuela. Kuptohet që Venezuelan do ta qeverisin venezuelanët. Tani ata kanë presidentin e tyre në detyrë, e cila është zëvendës presidentja dhe e cila tha që ne njohim vetëm një president dhe ai është president Maduro dhe kërkojnë lirimin e tij. Tani shpresa e administratës Trump është që ndoshta mbas 3 muajve do të ketë zgjedhje presidenciale në Venezuelë dhe kandidati i tyre favorit do të fitoj. Nëse nuk fiton, atëherë do të përpiqen përsëri nëpërmjet dhunës të bëjnë ndrim të pushtetit. Po kuptohet që planet e shtëpisë nuk dalin në pazar dhe besoj që do të ngecet politika amerikane, do të dështojë në Venezuelë, ashtu sikur është duke dështuar administrata amerikane në të gjitha fushat. Dhe ne nuk duhet të habitemi me këtë veprim të fundit të Amerikës. Kjo është vazhdimsi e politikës agresive amerikane për politikë të jashtme. Ne nuk duhet të shkojmë më larg. E kemi në rajon ku amerikanët nëpërmjet dhunës i kanë larguar shumë regjime. E kemi regjimin e Miloševićit, cilat e morën e futën në burg dhe vdiq në burg. Pra e kemi të freskët atë rast. E kemi rastin e fundit kur hynën në Libi dhe e vran presidentin e Libis Gaddafi. E kemi rastin e Irakut kur hynë dhe e vran presidentin e Irakut Saddam Hussein. Po edhe në Shqipëri nuk është situata më ndryshe. Ju e keni Ilir Metën, i cilin e morën amerikanët e futën në burg, ja shkatruan partinë. Pra është një politike zakonshme e SBA-s. Dhe çka është interesante është përzgjedhur data 3 janar 2026, për shkak se më 3 janar, besoj në vitin 1980, po të njëjtën aksion ushtarak e marrin kundër presidentit të Panamas dhe me një ndërhyrje ushtarake e kidnapojnë edhe presidentin e Panamas, e fusin në burg, ku besoj që edhe vdes në burg ai. Pra është një vazhdimsi dhe kuptohet që është një zhgënjim i madh për votuesit e Trump, i cili votuesve të vetë u thoshte që ne nuk do të bëjmë luftra, nuk do të bëjmë përpjekje për ndrim të regjimeve në përbot. Po nga ana tjetër është edhe sinqeriteti i fjalëve të presidentit Trump, i cili hapturazi thotë që ne shkuam në Venezuelë që t'ua marrim naftën dhe do të fitojmë shumë para nga shitja e naftës. Pra presidentët tjerë kur ndërhynin thonin që ne shkojmë atje të mbrojmë drejtat e njeriut, të përhapin demokrasi, përderisa presidenti Trump e tregon fytyrën e vërtet të politikës amerikane, që është agresive dhe imperialiste, kolonialiste dhe përpiqet që të shfrytëzojë shtetet më të dobta. E qartë, zoti Dauti, nga ana tjetër, cilat mund të jenë pasojat që mund të ketë ky incident për stabilitetin politik nga njëra anë edhe ushtarak në anën tjetër në Amerikën Latine dhe si mund të ndikojë sigurisht dhe në marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës? Tani kuptohet marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës janë në nivelin më të ulët të mundshëm. Por unë këtu e fajsoj dhe nuk kam as pak mëshirë për presidentin Maduro, i cili nuk u përkujdes për veten e tij. Ai edhe pse i erdhën anijet ushtarake në afërsitë të Caracasit, ai qëndronte në Caracas. Venezuela është shtet i madh, ai ka mund të tërhiqet në periferi, dikund në kufim ndoshta edhe me Kolumbinë apo në mes të Venezuelës. Pra nuk e mori seriozisht rrezikun e Trumpit. Ne duhet kemi parasysh që Trumpi është me vendbanim në Florida, dhe në Florida, në shtetin e Floridas kemi shumë nga Amerika Latine, sidomos të diasporës kubane, të cilët edhe kanë fuqi votuese, po edhe kanë fuqi për shkak se edhe kanë erdhur dikun 60 vite, 50 vite më herët dhe janë bërë edhe shumë pasanik, janë edhe donator të Partisë Republikane. Pra këta ndikohen edhe nga lobi latin të qym apo i diasporës kubaneze. Dhe jo vetëm Trumpi, po edhe Marco Rubio është prej Kube. Jo vetëm Marco Rubio, po edhe Pam Bondi, ministri drejtësisë, është prej Floride. Edhe shefi i CIA-s, i cili e mori këtë iniciativë, është prej
prej Floride, po ashtu edhe ambasadori OKB-s në ISHBA-s Mike Vance, edhe ajo është kongresmen i Amerikës, pra të gjithë janë këta governator, kongresmena, senatora me vendbanim në Florid, dhe ky lobby kuptohet që i jep rëndësi të madhe Amerikës Latine, për shkak se edhe ata shpresojnë që të marrin vota prej votuesve latin. Kjo është një faktor që ka ndikuar. Mirë po besoj që edhe përpjekja kryesore e administratës Trump, sidomos të Marco Rubio si ministri i punëve të jashtme dhe këshilltar për siguri kombëtare, është që ta çlirojnë Kubën, dhe kuptohet që Venezuela e ndihmonte shumë Kubën, sidomos në aspekt të naftës, u jepnin naftën pa para, përderisa kubanezët dërgonin disa mjek përkundër shpërblim në Venezuelë, dhe tani do të hyjë besoj që në një recesion ekonomik më të madh Kuba, dhe ndoshta do të bëjnë një përpjekje tjetër që ta çlirojnë sipas amerikanëve Kubën dhe ta kthejnë në orbitën amerikane, për shkak se doktrina e Trumpit, sikur thotë doktrina Monroe, nuk do të lejojë që në hemisferën e tyre të ketë ndikim të shteteve të tjera. Dhe kuptohet që Venezuela ishte në marrëdhënie të mira me Rusinë, me Kinën, me Iranin, dhe këtë besoj që nuk do të lejojë administrata e Trumpit. Kjo është të paktën përpjekja e tyre, po nëse shikojmë edhe në aspektin gjeopolitik, këtu kemi tradhti të venezuelanëve apo Venezuelës, po ashtu nga Rusia dhe ndoshta edhe nga Kina, për shkak se me dhënien e Ukrainës hemisferës ruse, besoj që Amerika beson se është arsyeshme që ta merr Venezuelën dhe naftën e Venezuelës, dhe ndoshta kjo është një pazar më i madh që është caktuar në takimin mes Putinit dhe Trump për ndarjen e hemisferave dhe administrimin e tyre nga fuqitë e mëdha. E qartë, zoti Daudi, nga ana tjetër, ndërsa Maduro përballet me akuzat për trafik droge dhe armë, administrata amerikane nga ana tjetër e përshkruan operacionin si një mision të ligjit, por edhe të stabilitetit rajonal. A është vërtet e besueshme kjo narrativ kur një operacion ushtarak dhe arrestimi një presidenti bie ndesh ndërkaq me praktika tradicionale të ligjit ndërkombëtar? Ligji ndërkombëtar amerikan është ligji i xhunglës, pra nuk duhet të besohet asgjë që ka del nga goja e pushtetarëve amerikan. Ata vend të parë thejnë kushtetutën e tyre, se nuk ka të drejtë presidenti i Amerikës të sulmojë një shtet, t'i hap luftë një shteti pa lejen e Senatit amerikan, po këtë e bëjnë dhe nuk është se respektojnë kushtetutën e tyre. E lënë më kushtetutën apo ligjet e drejtës ndërkombëtare publike, kuptohet që për ta sulmuar një shtet duhet leje nga OKB-ja, nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, dhe kuptohet që aty nuk do t'i jepte as Kina, as Rusia të drejtë që ta sulmojë, dhe të gjithë ato fjalë se Venezuela merret me trafikun e kokainës, besoj që në Shqipëri e din më mirë se keni shumë trafikant droge në Shqipëri, dhe nuk besoj që nuk e besojnë në Shqipëri këtë, se ata e din shumë më mirë se ku prodhohet droga si shkon në Amerikë, kuptohet shkon nëpërmjet Meksikos, mirë po rruga nuk kuptohet që shumë një sasi e vogël kalon nëpër Venezuelë, dhe kjo është realiteti i ri ndërkombëtar për fat të keq. E qartë. Ndërkaq, zoti Daudi, Donald Trump ka paralajmëruar dhe zëvendësen e Maduro se do të paguajë të njëjtin çmim shumë të madh, pra duke krahasuar çmimin e saj me atë të presidentit Nicolas Maduros. A nuk e kthen në shpytje ime kjo ndërhyrje në një kërcënim të hapur politik dhe një presion të drejtë për drejtë ndoshta ndaj qeverisë së një vendi sovran? Po kuptohet që është kërcënim. Ne duhet ta mendojmë që para besoj në gusht të vitit 2025, Ministria e Drejtësisë Pam Bondi dha një deklaratë ku tha që do të japin $50 milion për ata të cilët do të na japin informat për arrestimin e Maduros. Pra një shtet jep para për vrasjen apo arrestimin e një presidenti tjetër, dhe kuptohet që nuk ka logjik kjo çështje, mirë po ka njerëz të interesuar për ata para, dhe si duket nga rrethi Maduros, disa i kanë kërkuar apo kanë planifikuar që t'i marrin ata $50 milion,
për shkak se me inflacionin e madh në Venezuelë, besoj që është më e madhja në botë inflacioni në Venezuelë, për shkak të sanksioneve ekonomike që i bën Amerika Venezuelës, kuptohet që është shitur presidenti Maduro dhe kuptohet që këta informata ndoshta do t'i marrin mbas një viti, 2 viti, si ka erdhur në arrestimin e tij. Mirëpo ne jo vetëm që me sulmin e fundit që e thënë ligjin ndërkombëtar dhe e kërcënon një shtet Amerika, neve na kujtohet që u avidhnin edhe tankerët me naftë që dilnin nga Venezuela. Pra bëhet fjalë për një pirateri e cila me drejtën ndërkombëtare publike është ndaluar. Ishte një blokadë të një shteti që të mund të lëviz të lundroj me anije, neve na kujtohet po ashtu e ndaluan edhe që aeroplanët civil apo të gjithë hapësirën ajrore të Venezuelës të kalojnë aeroplan, edhe ajo është një thirrje e drejtës ndërkombëtare publike. Dhe çka bënin po ashtu edhe i vrisnin me anije të vogla të cilat kalonin civil të ndryshëm dhe të paktën 100 vet janë vrarë, që është një krim në vete dhe që mund të konsiderohet edhe krim lufte dhe mund të kërkohet përgjegjësi për presidentin Trump apo për ata general të cilët kanë dhënë urdhër që peshkatar apo banor të ndryshëm i kanë vrarë në për anije, qofshin ata edhe trafikant droge, nuk të jep ligji atë të drejtë që t'i vrasish pa më i pasur provat. Pra në çdo aspekt që ta marrim bëhet fjalë për unë jam i fortë dhe veproj siç dëshiroj unë dhe nuk mbaj asnjë përgjegjësi. Pra kjo është fytyra e vërtetë e politikës amerikane dhe kuptohet që i ka trishtuar të gjithë presidentët e botës se një gjë e tillë mund të ndodhë atyre dhe do të ketë efekt ky aktivitet i suksesshëm, ta quajmë ushtarak i amerikanëve. Tani për tani ashtu duket se është i suksesshëm, ndoshta edhe mund të zgjasë 10 vite dhe të frigohen çdo herë politikanët se mund të më vinë trupa speciale amerikane dhe të më marrin prej zyre. Po kjo ndodhi edhe, sa më kujtohet, edhe në Kosovë, pa presidentin në detyrë, erdhën e morën, e dërguan në Hag. Dhe ende sot e kësaj dite përballet me akuzat të ndryshme. Pra agresiviteti i politikës amerikane, sidomos ne që ka merremi me marrëdhëniet ndërkombëtare, nuk është as pak befasi, është një normalitet i politikës së tyre. E qartë. Mirë, çdo dauti ndalemi tek një tjetër temë, tek sulmet ajrore të kryera nga forcat ajrore mbretërore saudite ndaj separatistëve, të cilat vinë këto pas kërkesës për ndihmë ushtarake nga udhëheqësi i Këshillit Presidencial të Yemenit. Si e shihni, a mund të konsiderohet kjo një ndërhyrje drejt për drejt e Arabisë Saudite ndërkaq në çështjet e brendshme të Yemenit, duke rrezikuar këtu sovranitetin e vendit dhe duke përshkallëzuar edhe konfliktin? Tani informatat që unë i kam, se nuk kam hulumtuar thellë për këtë pyetje që ma parashtronin, se një pjesë të Yemenit, përveç qeverisë Houthi, është në ndikimin e Emirateve të Bashkuar, pra ka milisë të cilat financohen nga Emiratet e Bashkuar, dhe ky sulmi i fundit Arabisë Saudite nuk ishte drejtuar Houthive, po ishte drejtuar milicëve në ndikimin e Emirateve të Bashkuar, pra qeverisë të tyre, dhe ndoshta është një mosmarrveshje apo konflikt në mes Arabisë Saudite dhe Dubait apo Abu Dhabit, si ta quajmë, dhe nuk mund ta dim saktësisht se çfarë ka ndodhur. Mirëpo Jemeni në këta 15 vitet e fundit ndoshta bombardohet gati se çdo ditë apo çdo javë, ka viktima të shumta dhe nuk bën edhe lajm kur bombardohet Jemeni. Për fat të keq filloi me bombardimet e Arabisë Saudite, po mandej kishin edhe luftë qytetare se kush do ta marrë pushtetin. Na kujtohet një vjet apo 2 vite kishte edhe protesta të mëdha për ndrimin e regjimit kur filloi fjala siç quhej pranvera arabe dhe sot e kësaj dite, pra 15 vite më vonë, ata sesi që të stabilizohen, ekonomia e tyre kuptohet që është një situatë shumë të vështirë për shkak se ka edhe sanksione, por qeveria Houthi do të mbahet mend si qeveria më humane në gjithë planetin, besoj, kur i shpalli luftë Sirisë
i shpalli luftë Izraelin, për të mbrojtur interesat e Gazës. Pra, sido që tjetë edhe pse të varfur, ata e dëshmuan vetën se janë një njerëz serios, sidomos politikanët e tyre dhe njerëz human. E qartë, mirë, zë Dauti, për të mbyllur pyetja fundit, e gjithë kjo situatë e përshkallëzuar, a mund të shndrohet kjo krizë në një konflikt më të gjerë rajonal ku edhe fuqitë e huaja përdorin këtu Yemenin si një terren për të luftuar ndikimin e njëra tjetrës, duke injoruar ndoshta edhe interesat e popullit yemen? Tani qeveria Huthi ndikohet apo ka përkrahje nga Irani. Qeveria tjetër paralele përkrahet nga Arabia Saudite, përkrahet nga Perëndimi, po si është një pjesë e madhe më shumë financon Emiratet e Bashkuara Arabe dhe kuptohet që përderisa ka luftë qytetare aty se kush do ta ketë pushtetin e Yemenit, kuptohet që shfrytëzohen yemenasit për interesat e shteteve të tjera, qoftë ajo Irani, qoftë Arabia Saudite. Kuptohet që Arabia Saudite me ndihmën amerikane beson që gjithë gadishulli arabik duhet të jetë zonë në ndikimin e tyre, po ja që disa banorë nuk mendojnë ashtu, nuk duan të jenë në ndikimin e Arabisë Saudite dhe është e drejta e tyre dhe kuptohet për ata edhe luftojnë dhe janë fuqizuar dhe tani Arabia Saudite sheh edhe një kërcënim të vërtet për jugut, pra mund të ndodhë që edhe Huthit të hinë në territor të Arabisë Saudite dhe ta sulmojnë. Kuptohet për këtë që të ndodhë kjo do duhet një logjistik dhe financim dhe armatimi madh nga Irani kundrejt qeverisë Huthi dhe mund të ndodhë. Po gjithë këta trazira, si duket në vitin 2026, do të thellohen edhe më shumë, për shkak se nuk shiqojmë asnjë përpjekje për të zgjedhur konfliktet ndërkombëtare. Konfliktet ndërkombëtare ende acarohen. Ne me të ardhur me presidentin Trump, i cili thotë që unë jam presidenti i paqes, unë mund të numroj që edhe Yemenin u sulmua të paktën për 2 muaj nga qeveria e Trumpit, veç fjala se ai do t'i shkatroj Huthit. Mandej kuptohet që Trumpi e mbështete gjenocidin në Gazë. Pastaj tani së fundmi e sulmoi edhe Sirin, e ka sulmuar edhe Nigerin, ku ka edhe nafta atje, e sulmon edhe Venezuelën, tenton që ta okupoj edhe Greenlandin. Pra ky president i paqes me gojë mund ta shiqojmë që për një vit të paktën 5-6 shtete ka sulmuar dhe kërcënon të sulmoj edhe 5-6 shtete të tjera, duke mos haruar që është bas një viti më vonë është ende duke e përkrahur luftën e Ukrainës në luftën kundër Rusisë. Pra mund të shiqojmë që është një agresor i vërtet përsa i përket mentalitetit të tij militar, pra edhe e ka rritur buxhetin e ushtrisë amerikane, pra mund të shiqojmë që në fakt është hipokrite të thuhet se ai është një president i paqes, për shkak se faktet dëshmojnë që është një agresor dhe një president i luftës. E qartë, mirë. Zoti Dauti, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. E harova edhe Iranin. Pra. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, arritëm në fund të këtij emisioni. U ndalëm ditën e sotme duke u nisur nga operacioni i paparashikuar amerikan në Venezuela, arrestimi i Nicolas Maduros dhe paralajmërimi ndaj Delcy Rodriguez, ku duket tashmë se fuqitë e mëdha po vendosin rregulla të reja në politika ndërkombëtare, ku sovraniteti i vendeve të tjera bëhet ndoshta edhe objekt i interesave të jashtme, dhe nga ana tjetër u ndalëm tek përplasjet e fundit para kryeministrisë në Tiranë, ku dhuna ndaj protestuesve dhe përdorimi i sistemit penal si një mjet presioni na tregojnë se edhe në vendin ton zëri i qytetarit që kërkon drejtësi dhe ndryshim nuk po dëgjohet, por po friksohet. Me kaq mbyllim ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër me tjera tema.